të reja, me vizionet e reja dhe me qëllimet kryesore për të cilat ajo ngrit. Dhe në këtë kuadër dhe Akademia e të Rinjve, pranë Akademisë Shkencave të Shqipërisë, ka qenë një grup, një akademi serioze, do thoja, e angazhuar, e vlerësuar në aktivitete ku ka marrë pjesë, edhe nga akademi shkencash si Motra, për shembull Alena në Gjermani apo akademi të tjera, edhe nga kolegët e tyre, duke marrë edhe disa vlerësime institucionale dhe disa çmime në aktivitete të ndryshme. Pikërisht kjo eksperiencë e mirë, kjo eksperiencë e domosdoshme për t'i dhënë frymarrjen e dur shkencore dhe akademike të rinjve, cilët janë, si thuash, e ardhmja e akademikëve në Shqipëri, e kërkimit shkencor, e gjithë vizionit për shkencën dhe për akademinë, në përputhje dhe me disa ndryshime që ndodhen, ligjin e ri që u aprovua për funksionimin e Akademisë Shkencave, ligji 53 i vitit 2019, në pajtim dhe me statutin e Akademisë Shkencave i ndryshuar dhe kartën themelore për akademitë të rinjve miratuar nga ALEA, filloi dhe një proces rikonstituimi në akademinë tonë të shkencave dhe në këtë kuadër, në përputhje me vendimin e asamblesë, u përcaktuan gjithë elementët themelor të statutit, të funksionimit të saj, ose u ripërcaktuan dhe u përshtatën dhe rregulluan, u bë dhe një proces thirrje publike për aplikime nga akademikët e rinj. Komisioni mbasi shqyrtoi kandidaturat, përcaktoi mbas kritereve, një pjesë të cilave ishin përjashtuese, një pjesë ishin seleksionuese, dhe mos kriteret që kishin të bënte me moshën, sepse mosha e 40 vjeç konsiderohet si limit për të qenë pjesë e akademisë të rinjve, dhe një sër kriteresh tjera që ishin edhe më kryesore, që kanë të bëjnë me aktivitetin e tyre shkencor, me aktivitetin e tyre akademik, me motivimin për të qenë pjesë e akademisë të rinjve, u përcaktuan edhe fituesit që do jenë pjesëmarrës në këtë proces rikonstituimi ose pjesë e akademisë të rinjve. Po, përsëris dhe një herë dhe një falënderim të veçantë edhe për antarët ekzistus, një pjesë janë këtu, shumë Andi Rëmbecin që e kemi këtu kryetarin, ose bashkëkryetarin, dhe në një tjetër, po gjithsesi ka qenë një eksperiencë e vyer, jo vetëm për Akademinë e Shkencave të rinjve, po dhe individualisht për çdo antar të saj që mori pjesë në këtë proces, dhe në emër të Akademisë së Shkencave një vlerësim dhe një falënderim për punën, angazhimin, përgjegjësinë dhe korrektesën e tyre në këtë lloj angazhimi. Kështu që sot e kemi organizuar këtë ceremoni për dhënien e certifikatave, diplomave, antarëve të Akademisë të rinjve, të cilët natyrisht në përfundim ose gjatë momentit marrjes së certifikatës mund të thonë dhe ata disa fjalë se si e kanë përjetuar, si e vlerësojnë, si e gjykojnë këtë proces në të mirë të kërkimit shkencor, në të mirë të akademizmit shqiptar, në të mirë të realizimit të gjitha atyre objektiveve dhe qëllimeve që ka edhe Akademia e të rinjve. Përpara se të përfitoj nga rasti, përpara se të fillojmë të japim certifikatet, të ftoj Andi Rëmbecin, bashkëkryetarin e deritanishëm të Akademisë të rinjve, që jo vetëm që ishte një eksperiencë e parë dhe e përballoi me shumë sukses dhe me shumë dinjitet, po gjithsesi ishte edhe një kohë gjatë cilës u nxorën disa konkluzione, u nxorën disa mësime dhe u rimendua dhe ripërcaktua se si duhet të jetë rruga drejt ardhmes që kjo strukturë të funksionojnë në mënyrën më të mirë të mundshme në përputhje me qëllimet dhe me objektivat që ka. Andi. I nderuar kryetar,
të nderuar akademik, profesor, miq dhe kolegë. Sot, ndërsa përcjellin stafetën e drejtimit të Akademisë të Rinjve të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë tek anëtarësia e re e zgjedhur, dua të shpreh mirënjohjen time të thellë ndaj të gjithë anëtarëve të mëparshëm për përkushtimin, pasionin dhe kontributin e tyre të çmuar ndaj përparimit të shkencës në vendin tonë dhe inovacionit. Anëtarësia jonë ka qenë vërtet një burim frymëzues, duke vendosur standarde të larta të përkushtimit akademik dhe bashkëpunimit shkencor. Anëtarësia e Akademisë të Rinjve ka një rëndësi të veçantë, sidomos për periudhën jo të lehtë kur Akademia e Shkencave e Shqipërisë përballet me sfida të mëdha financiare dhe institucionale. Në konferencën e tyre të parë mbarkombëtare shkencore, e cila u mbështet nga Akademia e Shkencave, u theksua kontributi vital i shkencëtarëve të rinj në promovimin e një fryme të re reformuese brenda akademisë. Kjo nismë u përshëndet nga Ministria e Arsimit, e cila shprehu mbështetjen e qeverisë për veprimtarinë e Akademisë të Rinjve, duke e shënuar si një hap pozitiv drejt hapjes dhe përparimit të shkencës në vend. Gjatë mandatit të tyre ata kanë arritur të ndërtojnë ura bashkëpunimi të forta ndërkombëtare, të kontribuojnë në zhvillimin e politikave shkencore që mbështesin inovacionin dhe kërkimin, dhe të promovojnë kulturën e dijes dhe interesit shkencor në mesin e të rinjve. Ata kanë qenë avokat të ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e shkencës në zhvillimin social dhe ekonomik dhe kanë qenë në avantgardën e nxitjes së qasjes ndërdisiplinore të kërkimit shkencor. Veçanërisht dua të theksoj projektet inovative që janë zhvilluar, publikime dhe konferencat shkencore, që janë organizuar si dhe përpjekjet për të inkurajuar pjesëmarrjen e të rinjve në shkencë, të cilat kanë pasur një ndikim të qartë dhe të matshëm në komunitetin ton akademik dhe më gjerë. Anëtarësimi i Akademisë së të rinjve të Shqipërisë në Global Young Academy në vitin 2017, fill pas themelimit të Akademisë së të rinjve, hapi rrugën për integrimin e të rinjve shkencëtar shqiptar në rrjetet globale të kërkimit. Global Young Academy e vlerësoi lart Akademinë e të Rinjve në takimin e saj të parë, duke e konsideruar themelimin e saj si një ngjarje të rëndësishme për vizionin dhe potencialin për të ndikuar pozitivisht në shkencën ndërkombëtare, duke nxjerrë në parë rëndësinë e bashkëpunimit të shkencëtarëve të rinj. Ky anëtarësim na mundësoi të ndajmë ide dhe të marrim pjesë në projekte dhe diskutime ndërkombëtare, duke kontribuar në politikat shkencore dhe në adresimin e sfidave globale në rangun e të rinjve. Akademia e të rinjve ka zhvilluar një sër aktivitete që kanë synuar të promovojnë shkencën, artin dhe kulturën mes të rinjve shqiptar dhe në një kontekst më të gjerë ndërkombëtar. Përmes pjesëmarrjes në takime konsultative për ligjin dhe statutin e ri të Akademisë së Shkencave, Akademia e të rinjve tregoi angazhimin e saj në hartimin e politikave shkencore dhe arsimore. Gjithashtu përmes përfaqësimit në takimin e rjetëzimit të akademive evropiane të rinjve në Holland, Akademia e të rinjve u shfaq si aktor kryesor në promovimin e kërkimit shkencor dhe në ndërtimin e urave të bashkëpunimit ndërkombëtar. Po ashtu Akademia e të rinjve ka kontribuar në hartimin e deklaratës mbi parimet udhëzuese të Akademisë së të rinjve, një dokument i rëndësishëm që shërben si udhëzues për veprimtarinë e akademive të rinjve në mbar botën, duke theksuar angazhimin për zgjidhjen e sfidave globale përmes zbulimit shkencor. Veprimtari të tilla si Arkivi i Rilindjes, një iniciativë që kujton dhe dokumenton historinë e gazetës Rilindja si një element i rëndësishëm i kulturës dhe identitetit kombëtar të Kosovës, dhe dëshmojnë për angazhimin e saj në ruajtjen dhe promovimin e kujtesës kolektive dhe historisë letrare. Antarët e Akademisë të Rinjve janë pjesë aktive në komunitet në komisionet shkencore të përhershme, duke ofruar kontributin e tyre në avancimin e diskutimeve shkencore dhe akademike. Kjo përfshin gjithashtu angazhimin dhe hartimin e projektligjeve dhe strategjive që lidhen me kulturën, arsimin dhe shkencën. Në fushën e botimeve, Akademia e të Rinjve ka kontribuar në publikimin e revistës së saj shkencore ndërkombëtare, si dhe në promovimin e botimeve dhe studimeve që rikthejnë vëmendjen në figura të rëndësishme kulturore dhe shkencore. Aktivitete si Unë luaj Shqip, një iniciativë për promovimin e muzikës shqiptare, dhe pjesëmarrja në ditët e rëndësishme ndërkombëtare, si Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë,
tregojnë për angazhimin e Akademisë të Rinjve në nxitjen e barazisë gjinore në fushën e shkencës dhe në mbështetjen e artistëve dhe shkencëtarëve të rinj. Përmes pjesëmarrjes në konferenca shkencore dhe ngjarje ndërkombëtare, si dhe organizimit të aktiviteteve edukative që synojnë të sjellin shkencën më afër të rinjve, Akademia e të Rinjve ka demonstruar një përkushtim të qëndrueshëm për të kontribuar në zhvillimin e shoqërisë shqiptare në fushat e arsimit, shkencës dhe kulturës, sidomos tek brezi i ri. Këto aktivitete dhe projekte janë vetëm disa nga shembujt që tregojnë angazhimin dhe kontributin e Akademisë të Rinjve në avancimin e dijes, kulturës dhe shkencës në Shqipëri dhe përtej saj, duke u bërë një zë i ndjeshëm për të rinjt shqiptar në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Dëshiroj me këtë rast të shpreh falenderimin ton ndaj Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për të gjithë mbështetjen e saj. Falenderoj gjithashtu të gjithë anëtarët e Akademisë të Rinjve për kontributin e tyre të çmuar, për bashkëpunimin e shkëlqyer dhe për frymën miqësore që kemi ndërtuar së bashku. Ajo ka qenë dhe do të vazhdoj të jetë themeli i suksesit dhe i përparimit ton të përbashkët. Ndërsa mirëpresim anëtarësinë e re të zgjedhur të Akademisë të Rinjve për të vazhduar këtë mision, është e rëndësishme të theksojmë se sfidat e sotme kërkojnë përkushtim të njëjtë dhe një vizion të qartë për të ardhmen. Ne jemi të bindur se anëtarësia e re do të sjellë frymëmarrje të re, ide inovative dhe një pasion të rinovuar për të ndjekur misionin tonë shkencor dhe akademik. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Andi, atëre, thjesht po lexoj vendimin komisionit ku thuhet Komisioni i pranimeve të reja në Akademinë e të Rinjve të Shqipërisë, pasi shqyrtoi dosjet e kandidatëve të regjistruar dhe vlerësoi përmbushjen e kritereve të anëtarësimit, vendosi të pranohen si anëtar të rinj të Akademisë të Rinjve kandidatët konkurrues: Aulon Shabani, elektronik; Erald Sino, financë; Joniada Barjaba, sociologji; Nonilda Lupa, kimi; Claudio Peqini, fizik; Ledia Vasjari, biologji; Redion Luli, drejtësi; Resul Telaj, gjuhësi dhe Romina Muka, informatik. Njëkohësisht, anëtarët e mëparshëm të Akademisë të Rinjve: Belfiore Qose, letërsi; Shaniko Allajbeu, kimi; Gjaklina Çani, kimi, që plotësojnë kriterin moshor sipas kartës themelore, të rikonfirmohen. Njëkohësisht, i rekomandojnë Kryesisë Akademisë Shkencave që kandidatët konkurrues me arritje shkencore cilësore, po jashtë kriterit moshor, të ftohen prej saj për bashkëpunim në kuadër të komisioneve të përhershme pranë Akademisë Shkencave. Kam kënaqësinë që të ftoj profesor Gjinushin për një përshëndetje dhe për dhënien e diplomave. Mirëdita, sigurisht sot është një ditë e veçantë pra rikonstitutimi i Akademisë të Rinjve, siç e tha dhe Adriani, kjo është një përvojë tashmë e konsoliduar e akademive evropiane, madje është dhe një kusht i alleas që pranë akademive si motra në Evropë ketë edhe një njësi të quajtur ose të Akademia të Rinjve, dhe qëllimi i saj tashmë është i mirënjohur, është se si akademit, të cilat si rregull përbëhen anëtar të moshuar dhe në mbyllje karriere, të jenë sa më afër problemeve të reja që lindin në kërkimin shkencor dhe problemeve që ndeshin gjatë këtij procesi shkencëtarët e rinj, doktorantët e merat. Kështu që ky kohezion, ky bashkëpunim del i domosdoshëm, pra misioni anëtarëve të Akademisë të Rinjve është shumë i rëndësishëm, sepse me një trup prej 20 vetësh duhet të përpiqesh të mbash kontakte me gjithë njësitë, gjithë qendrat, institute apo shkollat larta që merren me kërkim shkencor për të orientuar se kush janë drejtimet kryesore të kërkimit në një vend caktuar
cilat janë problemet dhe cilat janë masat që duhen marrë për një orientim sa më të mirë të kërkimit shkencor në perspektivë. Vlerësoj që Akademia e deri tanishme, sepse u bëm si me Republikat, Republike e Parë, Republike e Dytë, pra e ngritur jo me ligj, sepse fillimisht Akademia është rregulluar vetëm një akt të brendshëm të Akademisë së Shkencave. Megjithatë nuk ka rëndësi akti, sesa ka rëndësi përbërja, dhe e ka luajtur këtë rol, dhe ne përshëndesim e vlerësojmë këtë kontribut, dhe pikërisht për të forcuar këtë lidhje midis Akademisë të Rinjve dhe Akademisë së Shkencave, të cilat nuk duhen kuptuar si dy njësi më vete, pra nuk është për të kryer një akademi të dytë, por siç thash është një përpjekje për të krijuar një lidhje sa më të mirë midis akademisë dhe komunitetit të rinjve në kërkim shkencor. Dhe pikërisht për këtë, anëtarët e Akademisë të Rinjve kanë qenë të ftuar ose të njohur dhe me statut që të jenë anëtarë të komisioneve të përhershme të asamblesë, dhe koncepti ynë është që aktivitetet kryesore gjithë veprimtarinë, duke filluar që nga idejimi i projekte deri në organizimin e aktivitete, ato bëhen së bashku. Dhe pa përjashtuar edhe rastet kur Akademia e Rinjve sigurisht organizon aktivitetet e veta, pra qëllimi nuk është që të kemi dy institucione që konkurrojnë, po janë dy institucione, dy struktura që bashkëpunojnë. Dhe qëllimi nuk është as për të nxitur ambicien për të bërë antar akademie në të ardhmen, qëllimi është për të nxitur pasionin për kërkimin shkencor dhe për të përfaqësuar sa më mirë homologët e tu pranë Akademisë Shkenca, dhe sigurisht nuk përjashtohet që nëpërmjet punës të kesh edhe ambicien për të bërë nesër antar i akademisë. Mosha e vendosur sigurisht është një moshë e arsyeshme, sepse mendoj që është dhe mosha kulmore e kërkimit shkencor. Shumë matematik deri 40 vjeç jepet çmimi më i madh në matematikë. Mbi 40 nuk japin më çmime, ka çmime karriere. Pra çka do thotë që pasioni apo kontributi i gjithkujt, veçanërisht në shkencat e natyrës, shpërthen deri në këtë moshë. Pra kjo është një arsye më shumë pse krijohet Akademia e Rinjve, pse kjo përvojë tashmë evropiane është konsoliduar. Kështu që falenderoj gjithë ata që konkurruan, pra që shprehen dëshirën për të bërë antar të Akademisë të Rinjve. Kjo është një prurje parë, sepse numri është deri 20, pra ne ftojmë edhe të tjerë të bashkohen kësaj iniciative, dhe sigurisht elementi femër ka ardhur gjithmonë duke u rritur, dhe ky është një tregues pozitiv. Ne në statutin ton dhe në ligj përpoqëm në statut më shumë që të vëmë një prioritet për përfaqësimin e femrës në Akademinë e Shkencave, dhe kur u bë ky formulim, po bristi mendjen si të thoshim, që stimulohen apo favorizohen, atëherë e vum që do favorizohen më pak të përfaqësuarit, sepse e shohim që në perspektivë diskriminimi do fillojë të jetë për burrat. Kështu që i kemi dalë të keqës përpara, në thojse. Pra, tashmë barazia gjinore në kërkimin shkencor ka ardhur si rezultat jo më i politikave specifike, por ka ardhur si rezultat i një realiteti që nuk ka më dallim që në bankat e shkollës, përkundrazi mund të shohim që ka filluar diferencimet krahun tjetër. Kështu që edhe këtë fakt ne përshëndesim. Vlerësoj që përfaqësimi është relativisht i mirë, jo për cilësi në shumë i mirë, kurse madje dhe komisioni ka pas vështirësinë e përzgjedhjes,
dhe kriteret e përdorura dhe vlerësimet kanë qenë maksimale për madje dhe disa që nuk mund të beshin antar për shkak të moshës, me shumë kënaqësi ne i kemi kaluar dhe do i propozojmë komisione për të bërë antar komisioni, sepse cilësia e tyre është vërtet e lartë. Dhe jo vetëm e krahasueshme, po deri dhe mbi mesataren e antarëve të komisionit. Këtu nuk flas për akademikët, flas për antarët në tërësi. Pasi siç dihet, pranë akademisë funksionojnë 11 komisione, ku 2/3 e antarëve janë jo akademik. Dhe pikërisht në këtë aspekt, edhe disa prej antarëve të ish akademisë të rinjve, për patjetër që komisionet janë rekomanduar për të mbajtur si antar komisioni për vazhduar të japin kontributin si antar të komisioneve të përhershme. Ka ndonjë problem për përfaqësimin më tej, për shembull nuk ka përfaqësues nga historia, duhet stimuluar kjo gjë, pra sepse duhet mbajtur dhe një raport sa më i mirë, se me 20 det duhet mbulosh gjithë grup fushat kryesore, nuk është e lehtë, sepse disiplinat shkencore tashmë janë të panumërta, por shkenca bëhet gjithmonë e më shumë multidisiplinare. Pra, më mbet edhe kaq t'i uroj mirëseardhjen antarëve të rinj, t'i uroj edhe akademisë këtë rifreskim që edhe këtë fllatë që i vjen i ri për të ndihmuar në realizimin e misionit të saj në kushtet e reja. Tashmë Akademia e Shkencave ka një sër njësish, pranë saj janë institutet kryesore të albanologjisë dhe vazhdon procesi për ngritjen e njësisë biogjenetikës dhe më tej nanoalbit dhe mezi presim që të preket setër dhe inteligjenca artificiale. Kështu që ju uroj gjithë mirëseardhjen, ose t'i uroj njëri tjetrin punë të mbarë, si atyre që kanë kontribuar deri tani në radhën e Akademisë së të rinjve dhe që do vazhdojnë kontributin pranë komisioneve tona, por veçanërisht antarëve të rinj. Mirë se keni ardhur dhe sukses. Disa dhe hapim se vazhdon të klasën. Diplom, Aulon Shabani, antar e Akademisë të Rinjve të Shqipërisë. Aulon? Atëherë, me qenë se më dha rasti flasi pari, dua të shpreh mirënjohjen dhe falenderimet për zgjedhjen dhe besimin që keni patur në punën time dhe premtoj dhe besoj që punën e nisur nga antarët paraardhës të Akademisë të Rinjve ta çoj më para. Faleminderit. Faleminderit. Erald Sina. Nuk është Erald. Joniada Barjaba. Person. Rina. Jam shumë mirënjohëse, entuziaste, por njëkohësisht dhe emocionuar për këtë vlerësim të dhënë. Antarësimi në Akademinë e të Rinjve do të shërbejë si një stimul më tepër për të vijuar rrugëtimin tim shkencor në Shqipëri, por edhe për të treguar rëndësinë e kërkimit shkencor dhe të qenurit akademik në këtë vend. Faleminderit. Faleminderit. Jonilda Lupa.
Me shumë emocion edhe unë, do doja t'ju falenderoja për përzgjedhjen, jam temase e nderuar. Besoj edhe premtoj që bashkë me kolegët do bëjmë më të mirën që ky institucion të jetë një arenë shumë e mirë që suporton kërkuesit e rinj shkencor. Shumë faleminderit. Claudio Pecini. Komision. Si gjithë të tjerë dhe unë jam i lumtur që ndodhem sot këtu dhe do doja të falenderoj edhe komisionin për zgjedhjes për besimin dhe veçanërisht akademikën asociuar Moza Fizi që nuk është prezente këtu, po që më ka mbështetur goxha gjatë gjithë kësaj periudhe. Si anëtarë të tjerë të komisionit do bëjmë më të mirën për kërkimin shkencor për të rinj dhe veçanërisht për fizikën që është pika ime e dobët. Faleminderit. Suksese. Ledia Vasjari. Ledia. Përshëndetje, ju falenderoj shumë për këtë mundësi dhe është kënaqësi dhe një, po themi, privilegj që mund të kontribuoj në një mënyrë të re pranë Akademisë së Shkencave. Faleminderit. Redion Luli. Përfitoj nga rasti, t'ju falenderoj për besimin e dhënë, edhe jam i bindur që me punën e përbashkët që do të zhvillojmë me kolegët e ri, por edhe me ata që kanë qenë antarë dhe mbeten tani le të themi pjesë përbërëse e komisioneve të Akademisë të Rive, por edhe të Akademisë Shkencave të Shqipërisë. Do të bëjmë çmos që ta mbajmë sa më lart emrin e Akademisë të Rive, por jam më së i bindur që me mbështetjen, le të themi, dhe me mbikëqyrjen e akademikëve të nderuar dhe me profesorët të nderuar, kam përshtypjen që ne që jemi pjesë e re e kësaj le të themi akademie, së bashku me mendimin e kolegëve paraardhës, do të bëjmë çmos, le të themi, që ta aktivizojmë ose ta bëjmë më aktive punën e kësaj njësie ose strukture që është pjesë përbërëse e Akademisë Shkencave. Është një privilegj të jesh pjesë e Akademisë të Rive, por është dhe një përgjegjësi e madhe. Faleminderit. Resul Telaj. Shaban. Ju falenderoj, është privilegj për mua që të jem pjesë e Akademisë së të Rinjve, është edhe një vlerësim për ta çuar më tej punën e nisur me kërkimin shkencor, sidomos në fushën e gjuhësisë. Ju falenderoj. Romina Muka. Që e mora diplomën. Jam shumë e privilegjuar dhe shumë e lumtur në radhë parë që e mora diplomën nga ju. Duket si një shenjë e mirë, si një augur i mirë. Dëshoj të falenderoj në veçanti akademike asociuar Kozeta Sevrani që më prezantoi me këtë mundësi dhe të gjithë ju që besuat e puna ime.
Jam shumë e sigurt që ne do të çojmë përpara kërkimin shkencor dhe sidomos në fushën multidisciplinare, e cila është edhe kryefjala në arenën ndërkombëtare të kërkimit shkencor. Kështu që forca, ne mund të bëjmë më të mirë. Belfiore Qose, që është vazhdim, po gjithsesi rifillim pas. Me që kemi qenë në mbikëqyrje edhe përpara. Faleminderit, në fakt unë po e marr pas mandatit dhe duke qenë pjesë gjatë, po më falni vërs. Në fakt duke qenë pjesë e kohortës së parë, ata kolegë Andi përmendi i brenda shkroj të gjitha aktivitetet që ne kemi bërë, unë kam mbuluar disi më shumë se të tjerët, se të gjithë bashkë kemi qenë pjesën e marrëdhënieve me jashtë. Dhe për mua ka qenë një përvojë nga e cila kam mësuar shumë, sidomos në aspektin e komunikimit mes fushave dhe natyrës ndërdisiplinore, të cilën nuk e mësojmë dhe nuk e zbatojmë shumë në departamentet ku ne punojmë në fakt. Faleminderit shumë. Gjithë. Shaniko Alajbeu, ja vetë. Ha? Kujt? Po. Andi me qënë se. E keni pasur kryetar. Atëherë faleminderit gjithëve që jeni pjesë në këtë eveniment të rëndësishëm. Siç e kuptuat, unë jam bashkëthemeluese e Akademisë të Rinjve nga viti 2017. Kështu që dua të falenderoj gjithë anëtarët që kanë qenë pjesë e kësaj akademie dhe t'ju uroj misarin e akademikëve të rinj. Jam e sigurt që kjo nismë edhe besim plot që kjo nismë do eci edhe më tej ashtu edhe si është shtruar rruga më parë. Faleminderit shumë. Mirë, atëherë para se ta mbyllim për të gjithë anëtarët e rinj dhe ata që vazhdojnë, bëjmë një foto. Mjoftojmë, dalim këtu. Ku dal? Aty?